Do doja të ndalesha pak te gjuha shqipe. Pse mendon që është kaq e rrezikuar? Cili është rreziku më i madh që i shfaqet sot gjuhës shqipe? Rreziku i parë është që 65% po e them shumë, 56% e parlamentit shqiptar është analfabet funksional në komunikim. Nuk kemi komunikim në nivelin e parlamentit. Nuk kemi komunikim dhe gjuhë të lirë në median vizive dhe median e shkruar. Kemi tendencën për të bërë gjuhë, do me thënë gjitholog në disa nga gjuhët, për t'i futur si pjesë të gjuhës tonë, për pa kuptuar kuptimin dhe duke haruar që ne shëmtojmë gjuhën dhe nuk e lëm në elegancën tonë. Ne kemi një problem shumë të madh që quhet kompleks inferioriteti, për të thënë jemi shqiptar dhe gjuha shqipe është një gjuhë e bekuar. Ashtu siç kemi prap kompleks për të thënë që gjuha shqipe është e para, rreth saj zgjidhen gjithçka dhe kalojmë në delir. Çdo gjë që kalon në ekstreme dhe ekstremizohet, nuk të bën ty të jesh i barabartë në të gjithë familjen tënde indo-europiane. Duke qenë se është një gjuhë e lashtë sa njerëzimi, duke qenë se është një gjuhë e lirë dhe e bukur, duke patur një leksik fantastik dhe duke, nëse do t'i referoheshim rilindasve në mënyrën se si e përdorin, në mënyrën se si ne kemi mund të ligjerojmë dhe të kumtojmë duke përdorur vetëm folje, fjali fjalore, pa futur as parashtes, as ndajshtes, ne kthehemi në pjesë të jashtëzakonshme. Ja do më lejosh të them vetëm dy gjëra që më pëlqyen pafund dhe që unë i ndava kur pa e ditur që do bënim këtë lloj bashkëbisedimi, po që më pëlqeu që ti promovoja kur thuhet bëhet fjalë për gjuhën shqipe. Bëhet fjalë për gjuhën shqipe dhe bëhet fjalë për gegnishten. Gegnishtja është shumë e bukur. Që është një gjuhë e cila nuk e di lë perla. Ka një aftësi, një diapazon të gjerë mundësie për ta shprehur diçka. Dhe veprat më të bukura tani le ta pranojmë janë shkruar në gegnisht. Sepse është poetike. Jo vetëm që është poetike, po është një gjuhë që ajo të godet, të godet. Po gjej tani, po të mundohem që ta gjej gjatë kohës që ne do flasim. Është e vështirë të bësh një poezi po aq të bukur në toskërisht se sa në gegnisht. Ama, shiko, ka një gjë. Edhe do doja një koment nga zyshnora. Besoj e keni vënë re ata që për shembull janë nga jugu, po marr nga Vlora edhe kur bëjnë rap. Ata që janë nga Vlora. Bëjnë rap në gegnisht. A duket normale e këndshme kjo? Pas me mujt, me ken, me i than, me ardh, me qenë pran. Pra pas me mujt. Të gjitha janë folje. Me ken, me i than, me ardh, me qenë pran. Nga Luigi Gurakuqi. Këto janë në gjuhë përcjellore pjesore. Pra janë 7 folje rresht, pas një emër, mbi emër andaj folje, një fjalë që zgjindet dhe as mund të krijohet në asnjë gjuhë tjetër përveç se në gegnisht. Jashtëzakonshme. Sikur vetëm për kaq vlerë dhe për vlera të tjera, ajo duhet futet në top listën e gjuhëve të cilët kumtojnë nëpërmjet foljes pa krijuar asnjë lloj varësie të fjalëve të tjera, por ndërkohë ti e merr kuptimin e plot dhe e merr kuptimin kështu fundor, sepse është e thellë në mënyrën si thuhet dhe është shumë e qartë në mënyrën se si kumtohet. Ne fatkeqësisht nuk e përdorim gjuhën me kujdes. Që do të thot? Që do të thot ne nuk e lakojmë, nuk e latojmë, më fal. Nuk e përpunojmë, nuk e përdorim me dashni, me dashuri, por e përdorim si konsum. Gjua në fakt nuk është konsum. Gjua është identitet. Ke dëgjuar kur thua
te ai filmi i famshëm kur thotë sa bukur ke fol më i hall. Është ai humori që bëhet në filmat shqiptar të asaj kohe, tregon që kur ti flet bukur, të gjithë të dëgjojnë. Të flasësh bukur do të thotë gjuhën ta përdorësh me intensitetin e saj, ta përdorësh me zërin e saj, ta përdorësh me melodinë e saj. I keni dëgjuar kur flasin në parlament, për shembull, po të dëgjosh Zekinen të Zëfrika, për te fjalëve boshe që flet, për te fjalëve pa kuptim se nuk i kupton vetë, dhe kjo quhet analfabetisëm funksional, ajo ka të tingullin e zërit që të acaron. Si ata që dalin aty ke rruga dhe bëjnë ta. Është një tingull që të trëmp. Nuk është tingull që të ofron. Dhe është fatkeqësi shumë e madhe që individ që marrin përsipër të bëhen zëri popullit, nuk bëjnë kurs. Po, e ka kurs komunikimit për mënyrën se si komunikohet në publik, kurse si përdoret zëri, ka Arieta Dhimën. Të shkoj ke Arieta që është një perë dhe që e kemi shumë gjanë. Të shkoni djemë dhe vajza që keni ndërmend për të marrë me politik. Bëuni zëri i fuqishëm, në fillim përpunoni zërin, pastaj mendimin dhe dilni se thuhet. Nëse forma dhe përmbajtja janë unitet, përbën kryevepër. Në të kundërt, do ktheheni në komik, në tragjik dhe në meme. Zgjedhja është juaja. Kjo e fundit sa më e përhapur. Memja është bota e internetit, teknologjia, rrjetet sociale, akses kudo, kështu që është plotësisht e kuptueshme. Një pyetje për politikën me që ishim aty. Pse e lat ju politikën? Nuk e la shumë politikën. E la politikën. Jo, mbarova ciklin. Unë mendoj që në politik çdo kush ka një cikël. Unë kam hyrë në vitin 1997, atëherë kur luftohej, hyra sepse besoja që të gjithë duhet t'jepnim kontribut dhe sidomos nënat, gratë dhe mamat e reja për fëmijët dhe për të ardhmen e tyre duhet t'jepnin kontributin në politikë. Pasaj në 2002, kur u zgjodha kryetare shanseve të barabarta, kuptova që të bësh politika gjinore dhe t'japësh shansin grave dhe vajzave që të jenë luftëtare, duhet që ti t'jesh në vijën e parë. Në të kundërt, është ai perimi që thuhet, bëni si them unë, po mos bëni si bëj unë. Kur hyra në politik, isha idealiste dhe dola si idealiste, jam munduar të mos bëj faje, me koshiencë dhe pa koshiencë, mund të kem bërë ndonjë gabim, po e sigurt që nuk e kam bërë me paramendim apo prapamendim. Kam bërë ca gjëra të mira dhe ja di vetes për vlerë bërjen e ligjit të barazisë gjinore në 2008-ën, më pas në fakt ka qenë 2006-ën, pastaj u përpunua në 2008-ën, për bërjen e ligjit të arsimit parauniversitar në 2009-ën, për futjen e mësuesve ndihmës për herë të parë, për futjen e rolit të psikologut për herë të parë në shkolla, për kurikulën e re që kisha bërë përpara vitit në 2009 kur isha zëvendës ministre për herë të parë me profesoret e Mrukën që ishte ndoshta nga ministrat e vetëm dhe Merita Petron bëm librin e parë për letërsinë moderne që ishte alternativa e parë. Pastaj i kam dhënë hapësira të mëdha shoqërisë civile, jam shumë e kënaqur që vura kuotat për herë të parë për romët dhe egjiptianët dhe jam e lumtur që sot kam takuar shumë nga ata që kanë mbaruar arsimin e lartë, ashtu siç edhe për të gjithë shqiptarët që kanë jetuar në Kosovë, sidomos në Preshev, dhe për këtë jam prap shumë e lumtur. Pra kam bërë ca gjëra shumë të mira që ja di vetes edhe stafeve me cilët kam punuar dhe besoj që në të gjithë aktivitetet e mia dhe në të gjithë krijimtarin time apo në të gjithë kontributin tim, mendova që në politik kam qenë në rreshtin e parë, asnjëherë nuk jam tutur nga përballja. Ju e mbani mend shumë mirë që sot e keni shumë të vështirë të merrni një ministër apo një zëvendës ministër të vi këtu ke ju sepse duhet marrë leje. Është e vërtet kjo. Kurse unë s'kam pasur nevojë për leje sepse unë besoja ke ajo që bëja, edhe kur merrja kritika më dukej normale sepse njeriu
është si puna e ushqimit, po hëngre buk do bësh edhe thërime dhe ti normalisht do marrësh dhe kritika, po për një gjë ju garantoj që sot që kam mbyllur ciklin politik, pasi mendova që pas 28 vitesh duhet ja lë vendin të rinjve dhe duhet bëhem një mentore e mirë e tyre për te edhe gjërave të mia personale që lidheshin me shëndetin tim. Stresi më i madh që kam jetuar në jetën time ka qenë politika. Dhe kam kuptuar që sa e vështirë është të gjykojnë dhe të paragjykojnë. Që do të thotë, njerëzit e kanë shumë të thjeshtë të thonë që ti nuk di ose ti e ke gabim. Po ndërkohë nuk bëhen pjesë me ty që ta bëjnë ndryshimin. Presin nga ty dhe thonë, çfarë po bën ti? Ndërkohë që ti je një, je thjesht një zë që mund të punosh fort dhe ke vendosur jo vetëm veten tënde, por dhe familjen tënde në interes të njerëzve. Dhe një herë më kujtohet që dikush më tha, e çfarë ke bërë ti? I thash, po ti çfarë ke bërë? Unë kam qenë në rreshtin e parë, në vijen e parë, vura emrin tim, të familjes time nuk kisha nevojë për ta bënë, po besova ke kjo gjë dhe jam besim plot. Po ti thjesht që duart roket ose kritikon, çfarë ke bërë? Pra, janë dy momente shumë të rëndësishme që e bëjnë njeriu edhe më të përkushtuar, por edhe më të përullur, sepse kupton që njeriu është i dënuar me lirinë e tij. Një jepi. A kishe pyetje? Bëje. Po se s'ka lidhje me politikën. Jo. Okej. Edhe kjo imja s'ka lidhje me politikën. Po dua vetëm një emër si përgjigje. Një autor shqiptar, shkrimtar shqiptar, që mendon që nuk është vlerësuar sa duhet në kohën e tanishme, në historinë e Shqipërisë. S'është një janë shumë. Po një dua. Do më thënë, është me thjesht të më thuar shumë se sa një. Po, tjetër gjithmonë ai është. Po, se do më dukej sikur nuk do isha shumë e ndershme me të tjerët. Jo, nuk po vlerësojmë kush është më i miri në këtë rast. Jo, e qartë. Mendoj pyetja ka të bëjë me një autor shqiptar që ty të ka gricur shpirtin, po mendojnë që nuk është vlerësuar sa duhet në këtë sens. Për shembull, një nga njerëzit që mua sigurisht ai ka qenë figurë shumë e madhe, po që tani nuk rjepet, është Bedri Dedja, që është themeluesi i pedagogjisë dhe psikologjisë dhe që kemi shumë nevojë ta risjellim sepse veprat e tij në të gjithë krijimtarinë për fëmijët janë perla. Dhe nëse do t'i referoheshim akademive ndërkombëtare, ju do lexoni gjëra të jashtëzakonshme. Po si duket, para viteve 90 është ajo aradhe atyre njerëzve të cilët i shohim që i përkasin asaj kohe, ndërkohë që ai ka qenë një mendje shumë intelektuale, por njëkohësisht dhe demokrate. Pra, ka qenë njeri demokrat dhe unë kam patur fatin që e kam pasur udhëheqës të temës time të diplomës atëherë, kur temën time të diplomës e bëra për tregimet e Nasi Lerës, që dhe ky është një personalitet tjetër, i cili ka një krijimtari fantastike dhe përshëndes shumë Nasin, se është një penë e jashtëzakonshme. I mbaj mend nga leximi i 8 vjeçares, sheku i të kaluar dhe nuk i mbaj mend që të jenë përsëritur më në sferën publike si shkrimtar. Në fund fare, në një dhomë ku nuk je ti prezente, si do doje të flisnin për ty? Si ta duan ata. E morët vesh apo jo? Keni të drejtë të thoni çdo gjë, keni të drejtë të thoni gjithçka, por vetëm një gjë, bëjeni me zemër dhe hyni në lëkurën time. Nëse doni të më shani, bjermëni, se në parimet e japonezit, në fund të vitit, shkohet në një dhomë, vendoset njerëzit që si do dhe merret me një shigjet dhe i godet për të nxjerrë të gjithë të keqen. Nëse mendoni që me këtë rrëfim ju kam dhënë një dritë tjetër për të hampur, thoni fjalën e mirë, është bekim shumë i madh për mua dhe falënderim. Po nëse nuk thoni asgjë, por ishtazi e dëgjoni këtë podcast, besomeni që ju nuk do bëni gjë tjetër vetëm se
do lëmoni shpirtin dhe do mprehni mendjen për 2026.